nderuar vullnetar, bashkëpunëtorë të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe gjithë administrata që jemi mbledhur sot në ditën ndërkombëtare të vullnetarizmit, duhet t'ju falenderoj për pjesëmarrjen sot, por në të njëjtën kohë duhet t'ju falenderoj për bashkëpunimin e vazhdueshëm me Federatën e Futbollit. Bashkëpunim i cili vërtet ka nisur në vitin 2022 në organizimin e finales Conference League në Tiranë dhe ka vazhduar, është konsoliduar dhe ne tashmë jemi pothuajse një trup i vetëm në organizimin sa më të mirë të aktiviteteve sportive futbollistike në Shqipëri. Unë ju ftoj që ta vazhdoni, jam i bindur që do ta vazhdoni. Vullnetarizmi është një kulturë mbase jo shumë e zhvilluar në vendin tonë. Ju jeni një dallëndyshet e parë të vullnetarizmit në Shqipëri. Unë jam shumë i lumtur që dhe Federata ka përkrahur dhe ka shtyr këtë projekt dhe ju garantoj që ne do të kemi të njëjtin mbështetje, të njëjtin bashkëpunim dhe krijojmë sa më shumë bashkëpunime të tilla në partner. Njerëzit në përgjithësi janë mësuar që të punojnë me shpërbime në rastin konkret, vetë dita vullnetarizmit ndërkombëtar dhe vetë ju, dhe për këtë duhet të falenderojmë akoma më shumë. Duke qenë që jemi edhe në ditët e fundit të vitit, unë ju uroj nga zemra gëzuar festat e fundvitit, gëzuar vitin e ri dhe një vit sa më të mbar 2020. Kanë energjisë dhe sinergjisë tuaj, kemi arritur që të realizojmë, ashtu siç evidentoi dhe presidenti, evente të jashtëzakonshme, ku kontributi juaj, edhe pse nuk dukeni, dhe me thonë drejton, unë as nuk ju dalloj që jeni, por ju jeni aty pas çdo elementi që zbret në fushën e futbollit. Pa ju do të ishte e pamundur organizimi i një ceremonie që duhet thënë në Shqipëri e kemi pasur me notat tona maksimale të merituara, jo vetëm nga komuniteti jonë i brendshëm, por edhe nga falenderimet që na kanë ardhur nga organizatorët dhe partnerët tanë të UEFA-s. Dhe duhet ju them që pikërisht kjo dega jona, pra dega e vullnetarizmit, është njëra ndër më të vlerësuarat edhe në qeverinë evropiane të futbollit. Me përulje, personalisht, por edhe në emër të Federatës Shqiptare të Futbollit, ju them faleminderit. Ju jeni aty, do t'jeni aty dhe ne do t'jemi bashkë në një rrugë të gjatë. Jam shumë i nderuar që jam sot tu për t'ju përshëndetur në ditën ndërkombëtare të vullnetarizmit. Kjo ditë është ditë e shënuar sepse ne kemi bërë risi në futbollin shqiptar 3 vjet përpara kur kemi finalen e UEFA Conference League-s dhe për këtë ju falenderojmë përzemërsisht për atë çfarë ju keni dhënë, sepse me thënë të drejtën dhe ky është realiteti që na keni inspiruar dhe përkushtimi juaj është vërtet shumë i admirueshëm.